Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë, vetëm për të ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun xhalla wa ala që të na furnizojë me stabilitet dhe qëndrueshmëri deri në takimin me të. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe nderuar, edhe sot duke kërkuar ndihmën e Allahut azza wa jalla dhe me lejen e Tij, po takohemi për të vazhduar më tutje me emrat e bukur të Allahut azza wa jalla, duke prezantuar kuptimet e tyre dhe ndikimin e tyre në jetën tonë të përditshme. Emri që do të flas për të sot është një emër për emrat e Allahut xhallahu ala të bukur, i cili është përmendur edhe në Kur'an, por gjithashtu edhe është përmendur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është një emër i cili lidhet ngushtë me disa ajete kuranore që ne i këndojmë dhe i recitojmë gjatë çdo dite në të gjitha namazet tona. Prandaj emri që do të flasim për të sot është emri Allahu xhallahu ala al-Musta'an. El-Musta'an është një nga emrat e Allahut azza wa jall, dhe i cili padyshim ka një kuptim gjuhësor, dhe pas një kuptimi gjuhësor ka një kuptim tjetër që është kuptim në raport me Allahun azza wa jall, e që do të mundohemi të gjitha këtu të sqarojmë inshallah mbrana kësaj ligjërate. Emri Allahut El-Musta'an në gjuhën arabe vjen nga fjala nga rënja el-aun. El-aun në gjuhën arabe do të thotë çdo gjë që nënkupton përkrahjen, nënkupton ndihmën dhe shprehje të tjera që kanë të bëjnë me këto kuptime. Ndërsa kur t'i shtohet në gjuhën arabe foljes shkronja sin, sikurse e kemi këtu el-aun, i ashtu sin i është bë isti'ana ose el-musta'an. Atëra kjo sini në gjuhën arabe i thonë sinu talab, sini i kërkimit. Kur ti kërkon diç, atëra foljes ja bashkangjet sinin që të kërkosh për dikujt atë që jap të kupton folja. Prandaj sikurse për shembull ghafara është mja fal dikujt, por nëse do më kërku falë për dikujt thosh istaghfara. Apo ose astaghfiru, e shton këtë sin dhe ky pastaj i jap kuptim tjetër foljes. Andaj edhe fjala al-aun në esencë është ndihmë. Mi dhon dikujt ndihmë, sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është vazhdimisht në përkrahjen dhe ndihmën e robit, përderisa robi është në përkrahje dhe në ndihmë të vllaut të tij. Prandaj përkrahje, ndihmë dhe shprehje tjera që kanë të bëjnë me këtë kuptim. Gjithashtu edhe e kemi në Kur'an, do të thotë përdorimin e kësaj shprehje të shpeshtë, një nga këto ajetet ku është përdor rënja e kësaj fjale apo ajo që del prej saj është wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ka fjalë aun dhe në gjuhën arabe tash është interesant se foljet e kanë një rënjë e pastaj duke ju shtuar nga një shkronjë marrin kuptime të caktuara. Andaj tham kur të shtohet sini bëhet kërkim, ndërsa kur të shtohet elifi në mes bëhet për bashkëpunim. Andaj el-aun është më dhon dikujt ndihmë, por do më tregu se dy vetë bashkëpunojnë duke ndihmu njëri tjetrit, atëherë bëhet awana ose ta'awana, do të një për kuptu një bashkëpunim reciprok mes dy palëve. Dhe Allah thotë wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Ndihmoni, përkrahuni në takwa, al-birr, punë mirë, takwa, largim nga mëkatet këto. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, dhe mos u ndihmoni në mëkate dhe në armiqsi ndërmes njëri tjetrit. Prandaj nga kjo rënë dhe nga ky kuptim vjen edhe emri Allah xhallahu ala el-Musta'an. Ky emër, sikur që përmenda vëllëruar, është përmendur disa herë në Kur'an, sikur që është përmendur në surën Yusuf në ajetin numër 18, ku Allah xhallahu ala përmend fjalët e Jakubit alayhis salam, do të thotë i cili shpreh atë ngushëllimin për veten e tij dhe shpreh mallëngjimin për djalin e tij, dhe në këtë drejtim e kërkon një ndihmë specifike nga Allah xhallahu ala që të ndihmon në tejkalimin e kësaj krizë, thotë wallahu al-musta'anu
ala ma tasifun. Nga se bitë e Jakubit e kanë bërë një përshkrim, do të thotë jo real, për atë çfarë kanë gjuar realisht me Jusufin alayhis salam, duke thënë se akalahu dhi'b, e ka ngrënë ujku. Dhe ky përshkrim padyshim ka qenë jo bindës për Jakubin alayhis salam, nga se gjitha rrethonat ka me kuptues se ka ndodhur diçka tjetër. Dhe në këtë drejtim ka qenë Jakubi alayhis salam, do të thotë pa përkrahje, kush më ndihmu për me tregu se nuk ka kështu. Të gjithë bijtë e tij janë bërë bashk, janë bërë një goje dhe i kanë thënë se kjo është e vërtetë. Pastaj gjithashtu nuk ka qenë prezant Jakubi alayhis salam, s'ka pasur dëshmitar të tjerë. Andaj në këtë drejtim ka thënë wallahu al-musta'an. Allahu është musta'an, ai që unë kërkoj ndihmë prej tij që të më ndihmon në zbardhjen e këtij rasti. Të më ndihmon në kalimin e kësaj krize, nga se nuk kam përkras tjetër përveç tij, ala ma tasifun në këtë që ju po e përshkruani. Pa këtu e ka mërtuar Allah xhallahu ala me emrin wallahu al-musta'an. Ka fa sabrun jamil wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Gjithashtu edhe në surën Al-Anbiya është përmend ky emër në ajetin 112 ku Allah xhallahu ala thot qala rabbi ihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanu al-musta'anu ala ma tasifun. Fjalët e pejgamberit Allahut azza jall drejtuar popujve të tyre, të cilat i kanë vesh Allah xhallahu ala atë që nuk i takon dhe kanë përshuar Allah xhallahu ala me atë që nuk është e hijshme të përshuhet me të Zotit i gjithësisë. Nëse pejgamberët kanë qenë të pa përkrahur në këtë drejtim, pa forcë që t'i ndalojnë këta popuj, t'i ndalojnë këto turma njerëzish që të shpifin për Zotin xhallahu xhelaluhu, që të përshuan Allah xhallahu ala me atë që nuk i takon. Prandaj kanë thënë se wallahu al-musta'an. Edhe këta e kanë thënë të njëjtën, sikur që e thanë, do thotë edhe pejgamberët e mëhershëm si Jakubi alayhis salam, se Allahu është al-musta'an. Prandaj këto janë disa argumente që flasin se Allahu xhallahu ala e ka emrin al-musta'an. Normalisht prej vet ajeteve, prej vet kuptimit gjuhësor, po i të kuptohet se ky emër në raport me Allahun xhallahu ala çfarë kuptimi ka. Në të sillet rreth kuptimeve që kanë të bëjnë me kërkimin e ndihmës dhe përkrahjes dhe shprehjes së dobësisë së robit për Allahut te bareke ve taala, duke pranuar që i vetmi është ai që ka mundësi të ndihmon. Prandaj edhe në surën Al-Fatiha, sikur se kanë fillim, ne vazhdimisht themi iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Andaj nasta'in është folja apo veprimi që ne e bëjmë për të kërkuar nga ai që emri i tij është po kështu musta'an. Andaj në raport me Allahun xhallahu ala, çfarë kanë thënë dietarët se është ky emër? E përmana se në esencë ka të bëjë do të thotë me kërkimin e ndihmës. Dhe Allah xhallahu ala kudo që e ka përmendur këtë emër në Kur'an, do të thotë ka përmendur një kërkim mbrojtje dhe përkrahje të pejgamberëve përballë asaj që kanë folur dhe janë shprehur me të popullit e tyre, duke shpifur për Allahun, duke akuzuar pejgamberët e Allahut azza xal, duke nënçmuar dhe përbuzur pasues të pejgamberëve kështu me radhë. Prandaj ata e kanë kërkuar ndihmën e Allahut azza xal që ti përballojnë këtyre provave dhe Allahu t'ju ndihmon në nganimin e të vërtetës. Nga se pejgamberët e Allahut xhallahu ala kanë prezantuar të vërtetën, kanë pas pak pasues dhe në rrafshin e debateve dhe në rrafshin e dialogut kanë fituar gjithmonë. Mirë po fatkeqësisht fuqia fizike dhe numerike që përmes saj është ushtruar dhunë mbi këta pasues pejgamberëve ka qenë në anën e kundërshtarëve. Dhe këta kanë penguar që publikisht dhe në mas të madhe të përhapet ajo që është e vërtetë për Allahun xhalla xhelaluhu. Prandaj kanë përmend që shprehu Allahu al-musta'anu ala ma tasifun. Kërkim i posaçëm special i ndihmës. Nuk është sikurse kërkojmë ndihmë nga njëri tjetri, por ditë që me të vërtetë nuk ka mundësi me ndihmu askush pas Allahut azza wa jall. Një bindje e brendshme e shprehur përmes këtyre lutjeve se nuk ka mundësi me ndihmu askush në këtë ditë pas Allahut të madhruar. Pra sikurse ka thënë Omer ibn Abdul Aziz rahimahullah, kur e ka marrë pushtetin dhe ka pa realisht tash me çfarë përgjegjësie është duke u ballavaçuar, atëri ka thonë djalit e tij Abdulrahmanit se baba yt është duke u ballavaçuar me një përgjegjësi dhe e bart një barr që nuk i ndihmon askush për Zotin xhela xhelaluhu.
Pra këtë më që me ndihmu nuk kanë e mosh me ndihmu, nga se këtu që Allahu xhallahu ala ka mundësi me ndihmu robët. Edhe pse Allahu xhallahu ala ndihmon vazhdimisht robët e tij, mirë po nganjëherë do të thotë kërkohet një ndihmë më specifike për gjëra të caktuara që janë më specifike e që njerëzit nuk kanë mundësi t'i ofrojnë njëri tjetrit. Prandaj Allahu xhallahu ala është ai i cili ka thonë Kur'an wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Shikoni këtë ajet se mbi cilat fjalë është ndërtuar. Dhe për çfarë bëhet fjalë? Për të kuptuar pak më drejt emrin e Allahut Musta'an në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. Kur popujt e pejgamberëve kanë rezistuar në mësimet të pejgamberëve. Dhe këtë rezistim e kanë shoqëruar me shpifje dhe me akuza. Apo, për shembull, kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam u ka fol Kurajshve për Allahun kanë thonë Umar Rahman, shikoj emrin subhanallahu kaq të madh që ata përfitojnë prej tij kanë kush e ky. Kjo është padyshim një rebelim i egër i keq, i dytë. Umar Rahman, kush është Rahmani? Nëse njohim këtë Rahman. Nëse se ka njoftë Allahun xhallahu ala me këtë emër. Ose popujt e pejgamberëve të tjerë që kanë shpifur dhe kanë akuzuar pejgambert Allahut azhjal dhe e kanë emërtuar Allahun xhallahu ala dhe shariatin e tij dhe vahjen e tij me gjëra me të vërtetë të ulta. Dhe sikur që përmenda, të gjithë pejgambert Allahut azhjal, do të thotë veçanërisht ata që kanë qenë para Lutit alayhis salam, së bashku me Lutin, kanë qenë të papërkrahur me të vërtetë në asnjë aspekt gati. Në asnjë aspekt. S'kan pas as përkrahje familjare, e lënë më diç tjetër. Prandaj Luti alayhis kur i kanë ardhur ata dy pe me lajke për më shkatru, është friksu se ka me çka i mbroj këta musafir nga e keqja e popullit tim. Andaj ka thonë, ka kërkuar një lëndime kanë au awi ila ruknin shadid. Që s'kam në një fuqi, ose s'kam në një përkrahje, që s'pakun të mbështetem. E djetarët thonë se pas kësaj, Allah xhallahu ala, çdo pejgamberi ja ka dhënë s'pakun një përkrahje të kabiles, fisnore, familjare, që s'paku e ka një lloj përkrahje për të ecë përpara. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po kanë fol keq, mirë po ka qenë i mbrojtur. S'ka mbuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur që kanë bërë me, për shembull, disa pe ashabëve të tjerë që s'kan pas përkrahje. Andaj as Ebu Bekrin s'kan pas mundësi me keq trajtu, që s'kan dashur, nga se sa do kujtoj ka pas një përkrahje familjare. Andaj këta pejgamber kur mballafaqu dhe s'kan pas përkrahje reale për të ndal këto shpifje, këto akuza dhe për të qel rrugë që të vazhdojnë më tutje me përhapjen e davetit, Allahu xhallahu ala përmend se si e kanë përshu këtë gjendje pejgambert e Allahut azhjal, njerëzit më të mirë të Zotit xhallahu xhelaluhu. Nuk bëhet fjalë për një situatë, domthonë tejet vështirë. Apo pengesë Davidit, ngulfatje, keqtrajtim, dhunë, shpifje, madje fyrje për Zotin xhallahu xhelaluhu e kështu me radhë. Dhe pejgambert kanë thonë këtë gjendje të zymt dhe këtë ngulfatje e kanë komentuar duke thënë o rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Kanë thonë rabbuna, Rabb është kujdestari jonë, si kurse kemi komentuar, ai që po na jep ushqim mua dhe ty, ai që po kujdeset për gjithëve neve, për cilën ju po flitni keq, për cilën ju po shpifni, fen e cilit ju po luftani. Ai vazhdimisht është ai i cili na mbikëqyr dhe kujdeset për neve për tëra që kemi nevojë për kujdesje. Krahas asaj që kujdesi është Ar-Rahman. Shikoj këtu e kanë cilësuar Allahu xhallahu në këtë situatë kritike, e kanë emërtuar dhe e kanë përdorur emrin Ar-Rahman, ose kanë përdorur për shemb ndonjë nga emrat e Allahu xhallahu ala që nuk kupton fuqinë, që nuk kupton ngadhnimin, që nuk kupton hakmarrën e kështu me radhë. S'ka thënë për shemb wa rabbuna an-nasiru, ose këtu po kërkohet ndihmë, apo po kërkohet një përkrahje. A nëse kanë përdorur emrin e Nasir, nga se do të nuk kupton se nëse neve Zoti xhallahu ala na ndihmon drejt për drejt, nuk kupton shkatrim për juve. Ne nuk po dëna me fitu duke u shkatruar ju, po dëna me fitu duke u ndihmuar dhe duke u mëshiruar ju aftën. Shikoj këtë moral të lartë pejgamberi Allahut azhjal. Pse ka për Rahman? Apo nga njerë dikush nëse s'është në pajtim me dikën.
nuk është mirë me dikën, apo e kërkon ndihmën e Allahut azza wa jall përmes rrugëve që nuk kuptojnë shkatrimin e tjetrit dhe mposhtën e tjetrit. Nëse pejgamberi Allahu xhallahu ala krahas gjitha këtyre shtypjeve, trysnive, presioneve, madje fjalëve të dyta. Para mendoni me i thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ato çfarë i kanë thënë që është përshkruar në Kur'an, dhe ai kërkon që gjykon ai që është Ar-Rahman. Jo të gjykon me atë që është El-Jabbar ose El-Qawi ose El-Nasir ose Dhu Intiqam ose El-Aziz. Këto gjitha këto janë emra të bukur të Allahut azza wa jall. Dhe pejgamberit Allahut i kanë ditë emra. Mi përskanon Zoti i cili është i gjithë pushtetshëm, do t'ja u thënë qafën juve vëllai. Ai do të hakmirë ndaj juve. Por kon Rabbuna, Zoti të gjithëve neve. Apo Ar-Rahman, ai që është i gjithëmshirshëm. Kërkojmë që me këtë mëshirë El-Mustan na ndihmon. Apo mos na ndihmon me fuqinë e tij, por na ndihmon me mëshirën e tij. Nga se nëse na ndihmon me mëshirën e tij, ju udhëzon juve, ju afal na bëmi bashkë. Kjo është morali i lartë i pejgamberëve të Allahut azza wa jall, se e kanë trajtuar me çfarë subhanallahu dhimbje e kanë përjetuar refuzimin e popullit të tyre. Dhe kjo jep me kuptues se ata nuk kanë pas asnjë thërmi të dëshirës për tu hakmar ndaj popullit të tyre. Kur ka ndodhur shkatrimi, kur ka ndodhur prishja nga ana e Allahut azza wa jall, nëse Allah e din kur më shkatruar dhe e din a janë për tu mëshiru apo nuk janë, atëra po kanë thonë kejfe asa ala qaumin dhalimin. Çka kom merr keq ball derisa ke gjallë. Ai mur Allah zullumçar, ai mur Allah pa besimtar. Çka më marr keq pastaj më. Çfarë keqare më shpreh më mos juve të vdekur kështu apo. Por sa kanë qenë gjallë, kanë tentuar vazhdimisht që pajtimi të bëhet ose ndihma dhe fitore dhe ngavnimi të bëhet në bazë të udhëzimit të tyre, që të bëhen pale të së vërtetës. Prandaj kanë thonë Rabbuna Ar-Rahmanu El-Musta'an. Kërkojmë ndihmën e atij që është i gjithëmshirshëm ala ma tasifun. Do të thotë që të na ndihmon ta tejkalojmë dhe të na ndihmon mbi këtë që ju po i përshuani Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu xhallahu ala është El-Musta'an, ai që kërkohet ndihma prej tij dhe përkrahja dhe gjitha çështjet e jetës tonë. Por me këto kuptime madhështore që pejgamberët e kanë përdorur, i japën një kuptim më i posaçëm emrit të Allahut El-Musta'an. Gjithashtu kjo seja që ka ardhur që e ceka El-Musta'an apo jep me kuptu se ai është Allahu xhalla xhelaluhu i cili vazhdimisht të gjithë njerëzit, të gjitha krijesat, të gjithë robërit e tij kërkojnë ndihmën e tij. Ndërsa ai nuk e kërkon ndihmën e askujt. Allahu xhallahu ala nuk e kërkon ndihmën e askujt dhe nuk i duhet ndihma e askujt. Prandaj emri Allahut El-Musta'an në këtë formë i jep dy kuptimet. I jep kuptimin e parë se të gjitha krijesat e Allahut azza wa jall kërkojnë ndihmën e Allahut azza wa jall. Dhe të gjitha kanë nevojë për këndim dhe për përkrahje. Ndërsa seja e vendosur në mes të këtij emri jep me kuptues se Allahu xhallahu ala me këtë emër kur nuk e kërkon ndihmën askujt, madje as nuk i duhet ndihma askujt. Prandaj edhe ne atë që e bëjmë për fenë Allahut azza wa jall dhe çdo ndihmë dhe përkrahje që ja bëjmë, qoftë fesë Allahut azza wa jall, qoftë barzëve të fesë, qoftë thirrësve të fesë, qoftë pjesëmarrësve të kësaj feje, muslimanëve në përgjithësi, çka do që të bëjmë, kjo është ndihmë që i bëjmë vetes tonë që nesër të kalojnë më lehtë. Prandaj kurdo që kontribon çka do të për këtë dinë, ta kupton se i ka ndihmuar vetes tij. E ke përkrah veten tonë që nesër ta kesh më lehtë. Ndërsa Allahu azza wa jall, dërimi nga kjo edhe feja e tij nuk kanë nevojë për ndihmë, apo nëse kanë ardhur na ofrojnë ndihmë, jo të marrin ndihmë. Allahu xhallahu ala ka dërguar fenë e tij dhe ka shpall fenë e tij, e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të na ndihmon neve, e jo që të kërkon ndihmën e tonë pe neve, absolutisht. S'ka ardhur Islami që të kërkohet ndihmë pe neve, absolutisht. Por na ka dërguar Allahu xhallahu ndihmë për neve. Prandaj sa më tepër na ndihmon këtë fe, do të jemi të ndihmuar. In tansurullaha yansurkum. Në qoftë se ju e ndihmoni
fenë Allahut azza xal, e përkrahni, i qëndroni afër dhe sakrifikoni për të mënyra të ndryshme, ashtu si e kërkon situata dhe rrethana, atëra yansurkumullah. Allahu kum ndihmon juve. Prandaj ju jeni të ndihmuarit, ju jeni të përkrahurit, ndërsa ju realisht nuk keni mundësi me ndihmu fenë Allahu xhallahu ala. Nuk jem në atë pozitë me ndihmu Allahu xhallahu ala. Sikurse për shembull, apo në jetën e kësaj bote, me një shembull të thjeshtë, në njëri ka një problem caktuar, për shembull, ose ka smundje, domthonë të vështirë diçka, ose ka ndonjë prishje në kerr të madhe e kështu me radhë, ti e don ti po dhimbet apo po s'din çka më thon. Wallahi s'po di apo nga se ti siem po di më ndihmo ti absolutisht, të s'u ndihmon. E pse ai ty të kanë ndihmu vazhdimisht, të si po ke qenë më akthy, po ti sjej apo pozicionet nuk lejon. Mundësi tuja nuk lejon që ti të vazhdosh më tutje me ndihmu atij apo. Prandaj dhe na Allahu xhallahu ala kur e ka hap mundësinë që ti ndihmojnë fesë Allahu xhallahu ala, kjo ka ndodhur për shkak të mëshirës së tij, Rabbuna Ar-Rahman. Apo ai ka hap këtë mundësi me mëshirën e tij që na të fitojmë diçka. Dhe me mëshirën e tij ka hap mundësinë që atyre të ndihmojnë për të kthyer feja Allahut azza xal. Përndryshe s'ka nevojë Allahu xhallahu ala për asnjërin pal. Pa ky emër mustan gjithashtu e ngulit në zemrat tona edhe më tepër bindjen dhe na bën më të bindshëm në atë se Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë për ndihmën e askujt, ndërsa ne kemi nevojë për ndihmën e Allahut azza wa jall në çdo aspekt. Kjo është sa i përket kuptimit të këtij emri, sikurse seka vjen në dy anë. Jep ndihmë dhe nuk ka nevojë kur për ndihmën e askujt. Dhe pe kësaj del që seka më, do të thotë se ti edhe kur ndihmon, je ndihmuar. Apo se s'ke pas mundësi me ndihmu fesë Allahu xhallahu ala pa ndihmën e tij, dhe edhe këndim që po ofron është ndihmë për ty nesër. Në çdo aspekt është ndihmë për ty, për krahje, ajo që ti po ndihmon realisht fenë Allahu xhallahu xhelaluhu absolutisht. Ndërsa për ndikimet të këtij emri në jetën tonë të përditshme, vëllëndëruar, padyshim se na si krijesa të dobta, si njerëz me mangësi të shumta, na përshtatet shumë njohja e këtij emri. Na duhet më të madhe ndikimi i këtij emri në jetën tonë të përditshme. Nëse fakti që Allahu xhallahu ala na ka dhënë mundësinë që të kërkojmë ndihmë prej tij, është një privilegj i madh për ne. Është një begati e madhe që sikur që e kemi përmendur disa raste të caktuara, kjo duhet na shtojë dashurinë ndaj Allahu xhallahu ala. Dhe përsëritja e kësaj pike, gati të shumë emra, nuk nënkupton përsëritjen e pikës, po nënkupton goditjen në zemrën tonë nga kënde të ndryshme për të instaluar këtë dashuri sikur se duhet. Nëse nuk bëhet për një anë vetëm, nëse do na më mbulu këtë tavolinë me diç, apo atëherë duhet me tërheq atë pëlhurën nga njëra anë, e pse është e njëjta, por tërheqja nga të gjithë thatë nënkupton mbulimin e saj. Nëse tërheqet vetëm nga njëra anë, apo atëherë do të mbetet një anë e pambuluar. Andaj edhe ne kështu, tek zemrat, tek gjithë emrat e Allahu xhallahu ala, në veçantë disa që po fokusohemi më drejt për këtë pikë, nuk nënkupton se po përsëritet e njëjta pikë, po nënkupton se shfrytëzoje këtë emër, shfrytëzoje këtë kënd, shfrytëzoje këtë njohje që edhe nga ky kënd ta ushqesh zemrën tënde me dashurinë e Allahu xhallahu ala, që edhe nga ky kanal të furnizohet zemra jote me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ne paramendoj i gjithë fuqishëm që çdo gjë ka dorën e tij, po thot sa herë ti vështirësi sa herë të duam, po do le me kërku ndihmë atë. Pa pas nevojë, do thot me i kërku leje para prake, pa pas nevojë, do thot me ndërgu ndërmjetësues asgjë. Madje ndërmjetësimi e mbyll derën. Tek gjithë njerëzit, do thot dash me qenë derë që janë të ngjashëm. Dash me hap mundësi për me komunikuar me të, dërgojeni një ndërmjetësues të mirë. Kjo është dunia. Te Allahu xhallahu ala me i qund ndërmjetësues i dhënohet, ta mshël derën atë. Këndo koft, edhe pejgamberin me aqu sa sa s'du. S'ka ndërmjetësues. Xhibrili se bën ndërmjetësues. Po du ty me të pa ti vet ka kërkon ndihmë atë. A s'është kjo begati? A s'është kjo mirësi Allahu ta xhall? Andaj nuk duhet edhe kjo të ndikon në ashtu dashurinë ndaj Allahut te bareke ve teala. Vetë fakti që ka thonë ti i dopt kur dush. Madje na ka obliguar
Këtë ta bëjmë vazhdimisht, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Dhe kjo e bën robën që fillimisht nga ky shtek sikur të ceka, nga ky kanal ti ushqehet zemra, ti furnizohet zemra me dashurinë e Allahut azza wa jall. Dhe gjithashtu kjo ndikon që ky rob të ndihet krenar, se gjithmonë e ka dikën që i drejtohet për ndihmë. Terën e ka të hapur. E veçanërisht kur është në situata të vështira, e kritike, e situata ndoshta vështirë të tejkalueshme, atëre kristalizohet edhe më tepër kjo nevojë, edhe rritet mundësia për të përgjigjur Allahu xhallahu ala edhe më tepër. Prandaj Allahu xhallahu ala është i vetmi që prej tij kërkohet ndihma. E mirë, a lejohet me kërku ndihmë edhe për njerëzve? Fillimisht, ky emër na me kuptu se Allahu është i vetmi që prej tij kërkojmë ndihmë. Prandaj, ne duhet për çdo gjë në jetën e kësaj bote të kërkojmë vetëm ndihmën e Allahut azza wa jall. Ndërsa, në qoftë se Allahu xhallahu ala me ndihmën e tij e ka ndihmuar ndonjë krijesë që ka mundësi të na ndihmon, kërkojmë ndihmën e tij në atë sa ka i pendimës Allahut azza wa jall. Çka nuk kupton kjo? Se ka krijesë të Allahut azza wa jall që kanë mundësi me ndihmë, po ndihma aty është e kufizuar. Apo e pse është e kufizuar? Pse çka që ka pa Allahu xhallahu ala. Prandaj për shembull, njeriu me kërku ndihmën e tij dikujt fizike, me ndihmu diçka që mundet me ndihmu krijesa. Me kërku për shembull ndihmën e dikujt që ti mëson diçka, ndihma të kuptoj kët, ndihma të mësoj kët, apo dhe e din se ky ka mundësi me ndihmu. Pse? Pse Allahu xhallahu ala i ka dhënë mundësi me ndihmu, atëherë kjo nuk prish punë, nuk e rënon kët komunikim me El Musta'an. Pse? Pse aja ka dhënë kët leje. Por nuk lejohet me kërku ndihmë për dikujt që nuk ka mundësi me ndihmu. Apo nuk ka mundësi me ndihmu. Sikurse fatkeqësisht shkojnë disa njerëz kërkojnë kërkesa të ndryshme nga jeta e tyre tek kalimin e problemeve tek varrezat, e ndryshme tek tyrbet, e tek teqet, e tek vendet e ndryshme, kërkojnë nga të vdekurit. A ka mundësi ata me ndihmu? Nuk ka mundësi me ndihmu. Ose për shembull me kërku edhe për njëri gjallë, me donë diçka që s'ka mundësi ai. Se Allahu xhallahu s'ia ka këtë mundësi. Për shembull, sikur sa shkojnë te disa njerëz që i konsiderojnë të mëdhaj, të devotshëm me kujt çfarë dhe kërkojnë për ty që u falin mëkatet. Apo ose kërkojnë për ty që kërkojnë tek Allahu xhallahu ala që për shembull t'u falin mëkatet. Që s'ka mundësi, Allahu xhallahu ka s'ia ka kërkuar të ndor. S'ka mundësi që ta bën askush. Ose të kërkojnë gjëra të tjera që nuk kanë nevojë tash të zgjerojmë në shembull, por dua të them se në atë që ka mundësi me ndihmu robi, lejohet kërkimi ndihmës prej tij, por fillimisht duke kërkuar nga Allahu xhallahu ala. Dhe përfundimisht duke kërkuar nga Allahu xhallahu ala. Ndërsa njeriu mbetet apo ajo nga çka kërkojmë ndihmë ne mbetet një sebeb i cili nuk lejohet të dalë jashtë kufive të tij. Mbetet sebeb që nuk dal jashtë kufive të tij. Edhe pse në esencë njeriu është mirë që sa më tepër ka mundësi, sa është e mundshme, apo të kërkon vetëm ndihmë pe Allahu xhallahu ala, e sa më pak të kërkon ndihmën e njerëzve. Kjo është e preferuar, s'po flasash në kufit të ndaluarës, po mirë është që sa më pak më kërkon ndihmë pe njerëzve, kjo është më e mirë atë. Prandaj edhe disa prej ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë kanë dhënë besatim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk do të kërkojnë asgjë pe njerëzve. Apo dhe njëri prej tyre ka qenë edhe Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, i cili edhe kur është plak, ndodh që i ka ra shkopin nga devja, ka qenë halife, ka zbrit vetë, ka marrë, ka thënë nga se ja kam dhënë besën pejgamberit që s'lipi për kërkujt asgjë. Edhe nuk dihet se ka lyp ndonjë për dikujt diçka për çështjet e tij personale atë. Kjo është gradë e lartë, padyshim, nuk duhet tash më sa të gjykojmë të tjerët se ky po lyp ka ose s'po lyp ka. Por po duam të thonë që shikojmë na veten tonë, pa shikuar të tjerët, sikur se kemi thënë vazhdimisht, apo nëse don më ngrit lart, më pavarësu sa më tepër ti je i lidhur me këtë Musta'an, mundësia ekziston. Që vetëm nga Allahu xhallahu ta kërkosh ndihmën dhe tejkalimin e sprovave dhe sfidave me çka do të ballavaçohet në kësaj bote. Prandaj ndikimi i këtij emri është se Allahu xhallahu ala është ai që na ka hap mundësinë të kërkojmë ndihmë prej tij. Dhe kjo e ushqen zemrën me dashuri, dhe kjo ushqen zemrën me kënaqësi, dhe gjithashtu
të kuptuarit se Allahu xhallahu ala është i vetmi i cili do të thotë ofron ndihmën. E dyta që dua ta përmeni këtu është se përdesë jemi të emrin e Allahut el-Musta'an, atëherë kemi të bëjmë një ibadet madhështor që quhet el-isti'ana, që quhet kërkimi i ndihmës nga Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe Ibn Qayyim rahimahullah ka një shpjegim dhe një shtjellim me të vërtetë madhështor kur bie fjala për el-isti'ana edhe el-Musta'an. Dhe komenton gjerësisht përmes shumë pikave ajetin Allahut iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Këtu kemi do të thotë dhënie përparësi të fjalës na'budu dhe fjalës nasta'in. Apo dhe në Kur'an asnjë jo fjalë, por asnjë shkronjë nuk është përmendur rastisht. Dhe dietarët sa më tepër kanë arrit apo ti njohin këto gjëra. Pse ky fjalë është kështu para kësajna, apo kanë arrit edhe me zbërthy kuptime me të vërtetë shumë të thella që nuk duken në aspektin e jashtëm. Prandaj iyyake na'budu wa iyyake nasta'in i ka dhënë përparësi fjalës na'budu, të adhurojmë, para fjalës nasta'in, kërkojmë ndihmë. Edhe pse realisht domthonë në kuptim të renditjes reale të zhvillimeve si shkojmë, nasta'in është më së pari. Apo mas pari është nasta'in, nga se adhurimi është qëllim final, është vepër finale që realizohet nga robi. Për të realizuar këtë vepër finale duhet ndihmë prej Allahut azza. Andaj realisht është dorë me kërku ndihmë prej Allahut e pastaj me kërku atë që po e kërkojmë, me na mundsu Allah që ta adhurojmë. Por dhe përparësi kësaj ndaj kësaj ka kuptime të shumta që kisha pasur disa prej tyre më i përmend, pse kjo ka përparësi ndaj kësaj apo. Që kur të lexojsh iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, padyshim këto kuptime të ndikojnë në namazin ton, por edhe na mundsojnë që të marrim mësime të mëdha në këtë dhënie përparësie të kësaj fjale ndaj fjalës tjetër nga se në Kur'an, sikur se ka, nuk ka diç rastësisht, nuk ka diç ashtu veç, nuk di pse për shkak me marrni autor, më thon pse këtë rresht e ke gjetur përpara këtij rreshti ose këtë fjalë ke përdor, të vallaj që ashtu të merr, nuk ka shpjegime për çdo fjalë që ka përmend. Nuk ka shpjegim. Ndërsa në Kur'an padyshim se ka shpjegim për çdo fjalë, për çdo shkronjë që është përmend. Madje dietarët kur kanë hinë detajt e tefsirit, janë marrë me disa pjesa shumë të vogla, ala, min, fi, shumë shkurtë janë, po pse ka artu ala, s'ka fi, e pse ka artu fi, s'ka min, shumë shkurtë janë, por ardhi aty ne ka një kuptim. Domethënë diçka. Aq në mënyrë të detajzuar është trajtuar Kur'ani, nga se kanë qenë të bindur se nuk kanë të diç rastësishme. Ibn Qayyim rahimullah kur flet për fjalën e isti'ane ose për emrin Allahut el-Musta'an, e që prej këtij emri buron të adhuruarit ton Allahut azza xal me isti'ane, me kërkim ndihmë, thot Ibn Qayyim rahimullah se ai që don ta realizon si duhet këtë adhurim, nga se isti'ana është adhurim, nuk lejohet me akushtu as kujt tjetër pas Allahut xhalla xhelaluhu. Është adhurim që përmes tij Allahun adhurojmë. Andaj ti don me fal namaz është adhurim. Por edhe ndihma që e kërkon nga Allahu xhallahu ala me të ndihmu me adhuru Allahun është adhurim. Andaj prej kur lidhesh me Allahun xhallahu ala, pavarësisht a ke mbritë të vepra, a ke kryer veprën, veç kur je lidh me të, edhe kur je duke kërkuar prej tij ndihmë, edhe për atë moment ti i kyçin adhurim. Nga se isti'ana është adhurim. Mirë, po kur bëhet realisht adhurim sikur se duhet, edhe kur e jep rezultatin e duhur isti'ana. Ibn Qayyim rahimullah thot se el-isti'ana është adhurim ndaj Allahut xhalla xhelaluhu, i cili ndërtohet në dy shtylla. Ato dy shtylla janë shumë rëndësi që qëndron mbi to kërkimi i ndihmës nga ana jon detuar Allahut xhalla xhelaluhu. Kan thon al-thiqatu bihi wal-i'timadu alayhi. Thot Ibn Qayyim rahimullah se isti'ana, kërkimi i ndihmës ndërtohet në dy shtylla. E para është e thika. Tash kjo thika qysh me u... Thika përkthehet let shqip. Apo? Do thot thika kur i beson dikujt. Andaj transmetues hadithit e ka një epitet, thika. A është i besueshëm ky për këtë hadith? A mi besuesh apo thot ky? Po besoni, thika është. I ka
do thotë i ka cilësitë e kërkuara tek transmetuesi besnik. Kjo është thika tek njerëzit. Dikujt për shembull don mi a besu një emanet. Po se një do të më vetë dikën a mi a besu, thotë jepja se thik është. I besueshëm është, besnik është. Mos e ke gala. Ose çka do qoftë, do mi a besu një lajm, një sekret tonin. Ja beson se është thika. Ja beson se është thika. Thika është domthon i besueshëm besnik nuk e prap lajmin. Do të kjo është thika. Në raport me krijesat. E në raport me Allahun xhallahu ala, kur do mi a besu një punë, do mi besu diçka, besimi, jo besimi imani, apo po besueshmëria jote, fen tënde, jetën tënde, në dorë të Allahut azza xal është kushti kryesor i kërkimdimës. Allahu xhalla xhelalu njerëzit tjerë për shembull mund me kërku ndihmë, dashon zemra e ki, kush do ja mundet ky po pelyp më mirë tani çat del apo te njerëzit çu ndodh. Komo që në zemër s'ka thika, si beson, ruhet vazhdimisht. Kërkon për ti ndihmë, ama gjithmonë është në kujdes, mos po malshon apo mos po mashtron e kështu me radhë. Nëse Allahu xhallahu ala i cili shes zemrat tona, duhet me pon këtë zemër që të funksionon që duhet ristiane. Plotësohet ndihma, duhet me pon zemrën tënde se nuk je tu e provu. Apo nuk je duke e provu e para. E dyta duhet me pa se nuk je apo duke e trajtu njërin nga ata që është e mundshëm të ndihmua. Ka se Allah nuk do me qenë njëri, po do me qenë një i vetmi. E shumë njerëz e bëjnë Allahun njërin nga ata. E si të bëhet njëri nga ata s'ndihmon ata. Kjo është thika. Kjo është besimi, apo. Apo beson, apo malem punën po. Le ma krejt, le ke tjetër pastaj. Jo me dur bë çat dush. E me zemrën le mamu. Mos le që në zemrën tënde të ketë besueshmëri për punë që kërkon ndihmë pe Allah xhallahu ala askush pa Zotin xhallahu ala. Me sebebet e jashtme merru. S'prish punë. Mirë po thika, me i besu apo. E thamë se kur të ndikujt me i besu, do të me njoft, apo, dash me i besu komplet. Sa ma shumë e njeh një njeri, qaq ma tepër i besan. Prandaj edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, e ka njoft pejgamberin s.a.s. Ka pasë, e ka njoft edhe kur sukon pejgamber, e ka njoft edhe kur bo pejgamber, e ka njoft mirë. Për që ata dhe i ka besu, edhe në ato gjëra që ka qenë vështirë të besueshme për njerëz të thjesht, i ka besu. Pse? Njemi më të naptë. Prandaj është problem subhanallahu kur njoftësia e vjetër apo dhe e kaluara e ndërtuar me punë, subhanallahu fillon të rënohet dhe hub besimi apo. Nga se pastaj e kaluar është vërtet të përdoret në të ardhmen për besueshmëri. Edhe nëse rikthehet ndonjë mundësi e besueshmërisë apo. Është problem pastaj apo. Prandaj për shembull në hadith një njeri ka qenë transmetues. Këto janë gjëra që ulemat tonë i kanë qenë me precizitet, pse u hub karari, pse u hub mizani, s'ka mizan drejt matjes, kjo është problemi i kohës tonë. Apo mat me standarde 200 fishta, apo mat me 100 kritere, kjo është problemi joni. Ama feja jon ka kritere strikte. Ka wada al-mizan, Allahu xhallahu ala ka vendos mizanin. E ka vendos në surën Rahman, Allahu thotë wada al-mizan. E ka vendos peshorën me çka matim na. Dhe janë sakta gjërat. Shikoj me çfarë subhanallahu preciziteti dhe guximi ulemat i kanë thonë edhe dikuj që është shumë i madh, shumë i devotshëm kanë ti si i sakt. Ama kjo më i thonë është shumë e vështirë më i thonë. Apo ama i ka mbaz kriteret vendosna kanë si i sakt. Për këtë ka thënë Imam Buhariu rahimullah, na po flasim për do njerëz që ndoshta i kanë vendosur kom xhenet, na po thonim si i sakt. Ama duhet me thonë se ka mbrojt hadithin. Ne jemi preciz, nuk flas musliman, do të thotë me hamendje, pa lidhje, me emërtu njerëz, ky është kështu, ky është ashtu, apo pa kurrë kriteri. Ne thotë po unë mendova që u kon për s'ka ka hajr inshallah, edhe kur gjë, apo vazhdojmë me ditën besueshmëri. Ja, s'është më kështu. Nuk ka më kështu. Një herë keram besueshmëri.
s'ke qeni kujdesshëm vlerësim, tash duhet bajagi një kohë e madhe për që të riparohet. Ajo, të na riparohet shumë lehtë. Para gjysore merresh, a përshë që s'është i saktë, s'po flet që duhet. Mas gjysore veç e ndron pllakën dhe personin vazhdon me tutje me të aftën. Apo kjo është gabim këtë besueshmëri apo. Prandaj njohja e dikujt duhet na ndihmon në kontrollimin e besueshmërisë. Prandaj edhe kur ishte me këto të nderuar, i kanë besu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shumë i kanë besu. Jo besim se pejgamber, po i kanë besu si njëri i kanë besu. Prandaj shikoni. Edhe 10 vjet, madje 13 vjet, mas betejave, luftave, shpifjeve, akuzave, shumë të në Mekë, parat i kanë më të taj, aftën. Shtë me thonë ti, mu kacafit me t'i kanë, edhe me thonë ti mirë unë parat. Pa i mundet ik, për i natë ik, ti merë kejtë parat, aftën. Ja, kjo parat si prejkë. Kjo është besueshmëri e hatashme e madhe. Me çka ka fitu? Veç e ka pasur në Muhammed, ose u konë i biri Abdullah? Jo, le ka fitu me besueshmëri të madhe, 40 ka thonë, ma gjerrëb në alejke l'kedhib, në s'dim që më rrejt për te. Kur s'të jam zu që për rranë? Dhe jep me kuptu se refuzimi ka qenë veç pun inati, s'ka qenë pun besueshmërie, veç inati si kalon. E po, kanë ku gjetë ty Allah me të bë pejgamber, jeti, babë s'ki, non s'ki, pare s'ki, s'kan ti me kon pejgamber. Andaj veç që te kanë pas problemin, se për qësi i besueshëm, që ta është ta e pun krej që a kjemë. Që të më thonë, paret i kanë mojë taj dhe ndëruar. Paret. Kejtë pasurin, që ta kur ka bojë gjret e ka rënë Aliun të shpia, jo për me mytë njerëzit. Po ka thonë mëngjes, kur të largona, jo u qkip njerëzit, që lista, të kune janë paret, jo u qkip tonë e partë të vetë. Jo u qkip dukatin, arin, kontributit e njerëzit që i kanë pasë. Pse e kanë njoftë. Edhe njerën këtë botë, ku të njohin diken, subhanallah shika, qka i besojnë? Kër e nje, i beson tërsisht, e pse na në këtë tim me Allahun xhallahu ala nuk jemi që duhet në nivel të besueshmërisë, kur t'ja dorëzon çështjen wa fawwadtu amri ilejk, apo ta kom dorëzuar çështjen e Zot, hala nuk është dorëzim, nuk ka dorëzim të plot. Hala ka ganjera me bish synit ose me këtë syt, apo shikim nga sebepet, nga lindja ke perëndimi, apo vjen diçka, apo vjen diçka, apo në sabah në akşam, apo vjen diçka, apo vjen diçka. Pse nuk e njohim mirë apo? Wallahi kush e njeh Allahun xhalla xhelaluhu, formohet një thika, një besueshmëri aq e madhe, saqë do të thotë është e provuar dhe e dëshmuar nga ana e pejgamberëve të Allahut edhe nga ana e muslimanëve të mirë që kanë kaluar e kanë dëshmuar një besueshmëri të rrallë. Prandaj besueshmëria këtë rrim fillimisht çfarë nuk kupton? T'ia besojmë fen. Apo se mas mirë në mësën Allahu xhallahu ala atë që në lidhë me te. T'ja besojmë gjithashtu jetën, se Allahu në mësën mas mirë si t'jetojmë. Qësh ka mundësi një njeri, subhanallah, me kërku ndim për Allah të gjellë? Ndim, istiane, e pësa Allah ju ndihmon njerëzve. Po kërkuna ndim, kërkim ndimes cilësore, kualitative, që shëndrojët në adhurim, me shpërblim. Qësh ka mundësi një njeri me kërku ndim për Allah të gjellë? Ndërsa në disa aspekte caktuara nuk ja ka besu tamam çu duhet atë aspekt Allahu xhallahu xhelalu. Sa njerëz ja kanë besu Allahu xhallahu ala komplet fitimin e rrezikut, çu thoshte ja rab komplet. Ta kanë besu. E di që çu thosh ti që ashtu më çet pas mirë apo. Hala se kanë besu çu duhet apo. Hala kanë hamendjen këtë rrethim. Sa njerëz ja kanë besu rregullimin familjar të brendshëm mes gruas dhe burrit, mes prindërve dhe fëmijëve kanë besuar Allah xhallahu ala. Hala ka xahilia dhe inat, apo thot Zoti, po e diunë. E tash çysh kërkon çysh, vallahi çysh mas kësaj. Çohet të thot ja që na apo ja që nestaj. Ku ti s'e ke besu këtë aspekt? Apo çysh i beson diçka tjetër më shumë se kaq? Prandaj besueshmëria e robët në raport me Allah xhallahu ala duhet të jetë në çdo aspekt të jetës tonë dhe në çdo kanal që na lidh me Allahun te bareke ve teala. E pastaj kur i themi nestaîn, apo tamam është, çashtu është, se e ke ndërtuar në një shtyllë që quhet e thika. Ja ke besu tamam. Krejt çka ka ja ke besu, krejt ja ke lënë aty në dorë. Kjo është e thika.
Dhe e dyta, mas të kësë është el-i'timad alayhi. Të llogaritësh në funksionalitetin dhe efikasitetin e kësaj besueshmërie. Për shembull, ti ke mundësi me besu mu, apo unë po të besoj që ti po kiqe më një mu, ama s'moj me llogarinë ty se ti s'mush më një mu, apo ane besueshmëria është një fazë, pastaj e shoqëruar me bindje se kjo besueshmëri është funksionale me krypun, kjo është e dyta. Prandaj njerëzit thonë, po e di që Zoti, po çështu po pa i thon filonit na udhë bilaf. Po çish po beson që ai e bën, po s'po guzon mi ulshua atë. Po lshahu. Lshahu shlir. Dorzoje komplet Allahu te xhel. Kjo është el-isti'ana. Apo e kur i beson edhe i dorzosh, tani thosh ja Rab nimam. E sheh që vendim atë. Para sa mungon thika, para sa mungon besueshmëria, ose aloj shtrëngumi një muskull, halos nuk ka shumë mirë, apo ndin të Allah të gjellë, se Allah gjellë vala, mos e shtrëngo, qa po shtrëngosh? Apo se Allah gjellë që djetë u shtrëngu, e shtrëngimin në kupton se, halos il shumë mirë, haloj ka tutë, shafën, subhanallah. Ama kjo është sprovë për robin, sprovë, apo se Allah gjellë gjellë e ka sprovë për ti që tjenë të ngacmuar nga anë të ndryshme që provokojnë shtrëngimin e muskujve, mos më lëshu bashtaman. Me kona është do kalaj, vetë gjuju, s'kish pas kuptim e listiane. Për që ta e ka pru këtë jetë, që i bëntimi e dhëtë min enfa'il ed'ije. S'këtat i kom ledzu dhe i kom shtetu dhe i kom konumtu të gjitha lutjet. S'kam gjithë lutje më të dobishme për rubin se që kjo. Kjo është doja më madhështore, që Allah Gjallahu Ala na ka mundësuar të thejmë ijake na'budu wa ijake nasta'in. Nëse të mundëson njohjet shumëta, ama kur i kërkon ndihmë, mbi këto dy shtylla, vllai qielli qahet atë. Toka qahet atë. Ja se ai ka thon lëpum. Tash s'ka mundësi më thon thunin e stein, unë e kam në mustaan, e tani ja s'ka mundësi kur. Kur nuk ka mundësi mos më prodhoj sot, kur. Është ka mundësi që ose në stein kanë thonë në muskull është rënguar hala, ja lshoh, ja s'ka ka dal. Apo mjeku kur do më të hapin injeksion të lësho komën. Apo se më shtrëngu muskullin dëmton. Lëshau që apo tutësh. Ti thush, a di më don mirë? Lëshau mos tut. Lëshau. Ja beson, me të dhënë injeksion. Që thjesht shumë në injeksion do të më lëshu komën. Se mos më lëshu komën, thëhet gjithmonë mbrana, dëmtosh. Do të më lëshu komplet, më marr mirë. Edhe te Allah xhelal, lëshau mirë, mos tut. Lëshau muskulin, mos tut. Apo e sa më lëshosh, edhe një el musta'an kush është. E një mirë. E një mirë të se kjo ka mundësi me ndihmu dhe sa vetë ju ka ndihmu e që është ndihman kjo. Kur të kejtë i dhe në vëdhën, atëherë funksionan raporti dhe ndikimi këti jam njëtën tonet për desma. A ne kërkojmë që njohja jonë për mustaan, apo të na ilirën, po më shukërzimin të muskujt, apo të na ilirën të shtrëngimin, që alo, të na e tutën, apo të na ndalë këthimin djathë dhe majtë, alo, jem të këshurë kush po jepë ma shumë. Aja, na përcakton tamam. Ashab e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë të relaksuar këtë drejtim. As kanë qenë të koqet. As kanë qenë strëngum, apo as kanë qenë djathtë as majtës. Ja. Kur i ka thonë Allahu xhalla xhelalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atëra ka marr fund komplet një jetë ndryshe dhe ka filluar komplet një jetë ndryshe. Prandaj edhe ai që e kemi pranë disa herë dhe me këtë po i dho fund së pjesë, ai djali, ai talebi ati hoxhës, e kemi cik disa herë, i cili është fal natën e ka lexuar Kur'an gjatë, i ka treguar sava shehit se sa lexon Kur'an, i ka thonë hoxha, sonde kur dish më fal, kur apo do më fal, përmendoj se i imam e xhamatit e Abu Bekr në Omerin, apo edhe me automatik, po normalisht është munduar me përtu sinqerisht kërkesë të hoxhës së tij. Dhe veç fakti që ka paramenduar se ka mundësi me qenë Abu Bekri, ka filluar me shkurtu pak, apo kanë mos po gaboj dikon, mos çfarë po thamun apo, edhe është shkurtu pak ai çka ka kënu me herë. E çdo që kanë paramenduar se këta që kanë paramenduar se tu fal sonte me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka pas mundësi me çu për të Fatihas. Apo ka shkon këti ka zbrit. Atë unë po kënaj,
këti Allah Gjellera e ka dhënë Kur'anin, ka bu për e time. Dhe se ka dhënë e sonë të kushkojsh, paramendoje se e ka trejnu, njerë me njerë se ka trejnu, tani ka dhënë fund, paramendoje se sonë të, kur këndojsh Kur'an, je para Allahut gjithësisë. Ai e din krejt që ka i të thonë, edhe din se e ki për një me aftën. Edhe kur ka arte, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, s'ka pas mundësi me kalu këtë etapë. Ka thonë me pithëm Allah, ty të adoroj, a e din që a e din apo rraj as për rraj. Unë po veç për ti e kërkoj ndihmë, a e din apo rraj as për rraj. Ky përjetim i kësaj deklarate, se sa mund na më koni saktë, i vërtetë, përballë diku që e din më mirë se ne sa më saktë i vërtetë, jap një kuptim dhe përjetim të posaçëm kësaj kërkese vëllazëruar. Prandaj nëse don që nesta'in edhe isti'an edhe al-musta'an të kenë ndikim të mirëfillt në jetën tonë, ta rregullojmë jetën tonë në bazë të kësaj, ta ndërtojmë në këto dy shtylla, e thika wal i'timad alay. Besueshmëri apo dhe dorëzim dhe lëshim, pa shtrëngime dhe pa kthim gjathas edhe majtas helbet. Kur jo s'po thonë veç po këshyri, mos e s'ka me këshyr. S'ka as me këshyr as me ngu kur gjë mo, se mor fund çdo sen. Sa më shumë dorëzohesh në këtë drejtim, apo dhe sa më shumë nuk nin më kur gjë as shem kur gjë pionësh, se veç një e ty e pa përpara, aq më tepër, do thotë el isti'ana ka kuptim kur të shkrapsh në raport me Zotin xhela xhelalu. Ka edhe pjesë tjetër që duhet të sqarojmë, por këtë po lëm për pjesën e dytë, me kaq po i do fund për to sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira.